Sa më pëlqen kjo foto. Zoti ambasador, ju keni qenë gazetar në Tiranë në RTS? Po, televizionin shqiptar. Në cili vit deri në cili vit? Shiko, ne pasi u mbyll televizioni i Prishtinës me 5 korrik 1990, kaluam ca kohë në kërkim të një modaliteti veprimi e tjera, kush si kishte mundësi. Hapi parë ishte filluam një program në Radio Zagreb, por që shkuat në... Do me thonë, dikush ishte në Zagreb, dikush raportonte nga Prishtina, do me thonë, dërgoheshin kronika, informacione, për ato zhvillime që ishin të asaj kohë. Mirë po edhe ajo kishte ca kushzime, ca pritshmëri tjera, të cilat nuk ishin sinkron me logjikën e gjëra dhe me pritjet tona. Prandaj natyrshëm u dasht mendohet për një zgjidhje tjetër, që kjo nuk e zvoglon as pak respektin për shtetin kroat, që kemi një partneritet. Do të thonë e bëri Kroacia këtë gjë? Po, do të thonë ishte momenti i tillë dhe ne kut të ofroheshim tjetër përveç sigurisht. Kush e bëri këtë në Shqipëri? Kujt i takon merita? Po, do të thonë janë njerëz edhe të qeverisë edhe të intelektualët e caktuar. Në cilin vit? Pra, me 1991. Do të thonë ka qenë Mizalia? Ka qenë. Pastaj Sali Berisha? Po, ka qenë edhe Sali Berisha, pas... Aleksandr Meksi, sigurisht si kryeministër? Po, sigurisht. Do të dyja pushtetet po themi. Të gjitha pushtetet për Kosovën. Dhe ju filluat punë në RTS, çfarë jepni atje? Pa tani, unë kam marrë në korrik 92 për herë të parë në Tiranë. Për herë të parë. Për herë të parë? Po. Ai ma përshkruaj parë, si ishte? Pa, si ta përshkruaj, mund të na duhet një emision. Po, më thuaj do si ishte? Ardha ime në Qaftan. Po. Takimi i parë me... Po se në Qaftan? Pa aty, në për Maqedoni do kaloj. A kaloj nga Maqedonia? Ishte ende, do me thonë. Ne kishim dokumenta edhe ishte problem veti, çështja e vullave, Ju ishit akoma Jugosllavi? Po, do me thonë, ishte ajo si që ishte Jugosllavi. Dhe do me thonë, një gjendje që kishte madje nga ta kosovarë që nuk e pajtoheshin me atë pamje, kishin prit andrua zhvillim, ku diu. Por që kishte tillë, po them me qëllimin më të mirë. Mirë, ti si gazetar ishe informuar, nuk isha. Nuk u shokove? Jo gjithashtu, se shpesher gjërat i kemi pa me zemër, jo me sy ose me statistika. Do me thonë, mbaj men, atë ardhje, Prenja si qyteza e parë, Librazhdi, këngët për Librazhdin, Shkumbini që lëviznin bashkë e poshtë, do me thonë, ishte ma pak se që këshim dëshiruar ne në kuptimin e infrastrukturës, rrugëve, që i dhe vetë... Qanë këshim bërë komunizmi, Sigurisht, kështu ishte. Po kur e në Tiranë? Them drejtën, Tirana ma ktheu pak atë ekuilibrin, sepse ky bulevard, ky shesh gjithmonë ka qenë madhështor. Unë madje lejo them që se imagjinoj Tiranën pa te, madje edhe njerëzit një mbrëmje vere edhe veshja atyre një farë lloj qetësimi. Madje kemi hyrë në studio në radio, për bashkëdhetarët, kemi filluar programet e parë. Për bashkëdhetarët, aty filluar? Kështu quaj. Për bashkëdhetarët, jo, më këto dhe në biqja. Edhe ne bënim pjesë... Sa veta ishit? Pa jemi ndrua, do më thënë, këtu kemi ndajt fillimisht më pak, sepse vetëm në radio transmitohet program, ndërsa më vonë ne kaluam edhe në televizion me një program. Këtu e në televizion, këtu, duke dhe live. Kjo është televizion. Dhe jepni një edicion live është? Një edicion live, kjo ishte dikun mesdit, derisa u konsolidua programin dhe ne qeveria jonë financioj një program 2 orë satelitor, nga ora 6:30 deri në orën 8:30, kur përfundonin edhe lajmet qendrore, televizioni shqiptar, ndërsa ne fillonim 6:30 deri në 7 pa qerek. Satelitor kjo? Satelitor. Cila qeveri e financoj këtë? Qeveria e Kosovës. Jo që ishe mërgim? Po. Pse financoj ajo, pse se bënde shteti shqiptar? Do me thanë, bënte, kishte çka të bëj boll, po kjo bëhej nga qeveria e Kosovës. Nga qeveria e Kosovës. Edhe ishte në rregull, domethënë ishte për një qëllim që ju jepni lajmet dhe përgatisni dhe lajmet. Ne përgatisnim dhe jepnim dhe kontaktonim reporterët tonë në Prishtinë, cilët kanë bërë punë edhe të mirë dhe të guximshme, domethënë, donse nuk ka qenë lehtë edhe kjo. Nuk ishte lehtë. Nga kjo, domethënë kjo është një nga ato paraqitje. Kjo është për korniz kjo. Po, domethënë është një moment interesant me cilin unë edhe krenohem sigurisht. Cili ka qenë lajmi më që të ka mbetur në mendje? Që e ka dhënë? Po, me thënë drejtën ka shumë lajme, gjitha kanë qenë ka pak historike, gjitha të rëndësishme, s'mund të nënçmohet asnjë gjë, sepse dhuna vazhdonte, shpresat vazhdonin. Rugova mbante ato konferencat e tij, të komunikimit me gazetarët, me botën,
deri te lajmet që pasuan vazhdim për zhvillime ndërkombëtar, një rezolutë e re nga OKB-ja, jep një shpresa, ngroh një shpresa njerëzve se do ndodhin gjërat e duhura, durim, ende sakrificë, por është plot emocione ka qenë. Mbajmen në atë fillim ekipi i gazetarëve, redaktorëve, teknikëve në radio dhe në televizion, të cilët na kanë trajtuar me një mënyrë të veçantë. Dhe nuk kam fjalë që të shpreh falënderimet, mirënjohje. Për kë, mund të thosh dy trema? Të gjithë. Me emra po u futëm. Do harrosh të një. Borç të gjithëve. Montazher për shembull që shpesh i te kalonin mafatet, i torturonin, andon Beqari, Vera Pashallari, Pandora Bega për shembull në TV. Po në ekipin e montazherëve në radio, domethënë që ishin të gjithë mirë. Me të vërtetë, po fillova pak më futem, por e di që nuk më kesh kuptoj. Okej, foto tjetër. Shumë kohë interesante dhe një kontribut i jashtëzakonshëm i juaj. Tani, për Rugovën mund të ketë një mision të veçantë. Sigurisht. Por mua ka bërë shumë përshtypje dhe kam lexuar një e ndoqa apo edhe lexova fjalën tuaj që keni mbajtur një kumtesë shkencore për Ibrahim Rugovën. Më ka pëlqyer jashtë mase. Në 30 nëntor të 2024 se keni mbajtur këtë. Ishte një konferencë shkencore e posaçme për Ibrahim Rugovën. Tani, cili është vendi që zën histori Ibrahim Rugova? Ç'ishte ky Gandhi i Ballkanit? Se këtu kjo që është kërkesë hyrje, vizë hyrje në Shqipëri për Ibrahim Rugovën. Në vitin 1980, 14 mars 1980. Po, sigurisht. Kjo ka qenë duket fundi i atyre shkëmbimeve që vini dhe shkonin të mrekullueshme, të intelektualëve. Ndoshta se kishin vëllimin dhe fuqinë dhe cilësinë e atyre që kanë pasuar ose sot akademit, por kishin një simbolik të jashtëzakonshme. Mbaj mend si legjendat që thurëshin mes rini studentore për kontaktet dhe përvojat e para me profesorët nga Shqipëria. Ishin më shumë se pedagog, ishin diçka dhe si shenjtor, nga fjalori, nga komunikimet e ëmbla që sillnin me veti. Edhe nga Kosova ka pas profesor që kanë pasur këtu. Ka ardhur Ibrahim Rugova, Xhepçose, edhe ligjërues, po mendoj, kanë qenë shkëmbime të mira, jashtëzakonisht mira, edhe sportet, edhe teatri, edhe këngëtarët, edhe pati një shkëmbim, po kjo po shohinte edhe, domethënë presidenti Rugova ishte e kapi ndoshta i fundit. Në moment fundit që të vi këtu, pati shpesher lajme jo si e kanë vëzhguar, si e kanë përcjellë e tjera, por ajo është e parëndësishme që dhe sigurimi shtetit ndiqte. Po sigurisht shteti bënte punën e vet, por edhe ky bënte punën e vet, ai që ishte, apo jo. Domethënë në çdo situatë ky ka bërë atë që e ka pas që nga ADN-ja e tij, që nga lindja, patriotizmin, dashurinë për atë dheun. Cili është vendi Ibrahim Rugovës në histori? Është një vend në histori i nderuar. Edhe Rugova sigurisht pati ato etapat si që karakterizojnë gjithë liderët që dallojnë nga tjerët me një shfaqje të beft glorioze, shpesher ndoshta edhe euforike, pastaj një periudhë edhe relativizimesh, e kritikash, e dyshimesh, dhe besoj që pastaj ka ardhur përfundimisht periudha që i takon dhe aty do ta ketë vendin histori si një lider që artikuloj shkëlqyeshëm ëndrat, idealet të një populli, pati dijen e duhur, pati edhe guximin që ti thot ashtu siç janë, ka meritën e veçantë sepse shqiptarët Kosovës dhe shqiptarët në atë ish Jugosllavi i ktheu në kursin e duhur, atje ku kanë vendit drejt perëndimit. Ka meritën e jashtëzakonshme që edhe në ato rrethana krye shumë miq, planin e madh ndërkombëtar, i hapeshin dyert në një mënyrë që shumë kush edhe sot nuk e shpjegon dot. Jacques Chirac e priste me protokoll shtetit, me eskorta. Presidenti i Francës.